Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, Muhammad ibn Abdillahi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Të gjitha falënderimet janë vetëm për Allahun xhalla xhelalu. Salavatet ja dërgojmë të dërguarit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për familjen e ndershme të profetit, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Sot me lejen e Allahut xhalla xhelalu do të vijojmë ciklin e temës që konsumuam ose folëm mbi të, pra në xhuman ose në javën e kaluar, pikërisht gjendja e muslimanëve në Siri, problematikat e ndryshme, gjë e cila është përcjellur dhe në mesin e muslimanëve shqiptar këtu në Shqipëri, por dhe në vendet ku ka shqiptar, pra shqipfolësit, qoftë në Kosovë, Maqedoni dhe vendet e tjera. Po ashtu e shikova të arsyeshme që të sqaroj edhe disa gjëra të rëndësishme shkurtimisht mbi atë që folëm radhën e kaluar, sepse tek shumë njerëz faktikisht për çudi ishte kuptuar keq, tek disa njerëz të tjerë ishte kuptuar shumë mirë gjoja, dhe me sa pashun çështja ecën akoma me tifozllëk. Domethënë, siç e kemi shpjeguar më parë, që shqiptarët janë më të mirët për të dhënë mend në të gjitha sferat e jetës dhe përpasoj të japin edhe në çështjet fetare. Madje kishte për tyre që thonin mundësisht kur të folësh herë tjetër mos fol kundër dole el Iraqi ve Sham. Kishte të tjerë që thonin që mundësisht të bish krejt hadithit që flet pejgamberi alayhi salatu vesselam për xhavarixhët, sepse dole janë xhavarixh. Domethënë e shikoj që ka një lloj përçarje të madhe në mesin e muslimanëve. Dhe dikush të lavdron, dikush të shan, ka edhe për atyre që të bëjnë dhe qafir fare, të bëjnë dhe munafik, domethënë thjesht me një çdo gjë vjen nga ignoranca. Nuk themi vetëm nga emocioni dhe ndjenjat e mira që ka njeriu. Njeriu mund të jetë i sinqert, por s'ka dituri, dhe padituria e bën atë njeri që të gaboj. Po ashtu do sqarojmë sot inshallah dhe shumë tematika të ndryshme që lidhen me temën, deri dhe problematika e madhe që është përhap shumë në tokat shqiptare, a janë dole xhavarixh apo jo? Këtë përpara se të dalim te kjo përgjigje që për mua është e rëndësishme, a janë ata që luftojnë atë grupacionet e ndryshme xhavarixh ose jo, duhet që të shtjellojmë në formë të shkurtuar dhe një herë tjetër realitetin e vërtet. Nuk është e nevojshme të sjellim argumente të mëdha, sepse gjoja shumë prej muslimanëve, vëllezërve, thonin që mashallah hoxh, radhën e kaluar ke fol me argumente që janë të pakundërshtuara. Më vjen keq po unë s'ka fol fare me argumente. Unë nuk kam kap çështet fare nga ana argumentative, unë thjesht kam përshkruar një realitet, që të kuptohet realiteti dhe pastaj të gjykohet se çfarë do të bëhet me muslimanët brenda këtij lloji realiteti. Nëse do të flitet me argumente, nuk mjafton një cikël i gjatë i emisioneve apo ligjëratave të ndryshme të flasësh vetëm për temin xhavarixh, që është përhap aq shumë dhe njerëzit nuk e kuptojnë. Apo bugat, ehlul baghi, që është përhap po ashtu pak më ngushtë se fjala xhavarixh dhe po ashtu nuk e kuptojnë. Lloj problemesh të tjera, duke filluar me fjalë te çështja e tekfirit, kur lejohet me bë munafik tjetrin, kur lejohet me bë qafir, kur lejohet me fjalë mos mi fol atij, kur lejohet mos mi dhën selam, domethënë argumente specifike, argumente në të detajuara, atëherë nuk mjaftohen në ligjërata kaq të ngushta. Megjithatë sot me lejen e Allahut xhella xhelalu, përpara se të kalojmë tek përgjigja, do të shpjegojmë realitetin në të vërtetë se çfarë ndodh në mënyrë që ta kuptojmë, dhe duke në të folur e sipër pra do të shikojmë dhe do të vijmë dhe me përgjigje të dyshimeve të ndryshme dhe pyetjeve të ndryshme të cilat i kanë lënë shumë njerëz të hutuar apo akoma nuk e kanë kuptuar çështjen e Siris, pra se çfarë po ndodh atje. Dikush thotë e ke mohu xhihadin fare. Dikush thot ke fol shumë keq për mujahidët. Domethënë mujahidët janë vetëm një fraksion, edhe s'ka fraksione të tjera fare. Ke fol keq për shtetin islam e kështu me radhë. A thu se ka një shtet islam të mirëfillt që është dhënë besa dhe është fol kundër shtetit e kështu me radhë. Rëndësishme është që e gjithë ligjërata e radhës së kaluar është përmbledhur në 3 pika, asgjë më tepër, vetëm për ato 3 pika është folur. Pika e parë është lufta në Siri nuk është farz ain për shqiptarët. Ne po flasim për shqiptarët, pra nuk është detyrë individuale për çdo njeri për shqiptarët me shku atje. Ky është mesazhi i parë. Pika e dytë.
kuj duhet ti bindemi ne nëse na bëhet një thirrje e madhe? Kemi shpjeguar që i duhet i bindemi thirrësit dhe jo grupacioneve, aq më tepër kur këto grupacione mund të kenë dhe probleme me grupacione të tjera. Domethënë janë konflikt me grupacione të tjera. Edhe kjo është fare e qartë. Dhe pika e tretë, nuk duhet të përzihesh nëse ka shku dikush atje, atëherë nuk duhet të përzihet me grupacione të ndryshme që të hyjë në vllavrasje me grupacionet e tjera. Këto janë 3 pikat dhe mesazhi që kam përçuar në ligjëratën e kaluar. As kam përmend që në Siri sirianët nuk kanë të drejtë të mbrojnë vetveten e tyre, atyre nuk u quhen xhihad, ai që vdes atje nuk është shahid e kështu me radhë. Këto janë çështje të tjera të cilat lidhen me Sirin atje. Unë fola për çështjen e shqiptarëve këtu në 3 aspekte. Domethënë, nuk është farz ajn për gjithë shqiptarët me shku atje, domethënë për çdo të huaj. Në të njëjtën kohë thirrja që bëhet, domethënë ti i përgjigjesh prisit apo grupacioneve, dhe pika e tretë që kam dashur të tregoj, nëse dikush ka shkuar atje, të paktën mos përzihet në ato lloj grupacionesh që të kenë ata problem me njëri tjetrin dhe në vend që të luftojnë atë lloj regjimi diktatorial, në të njëjtën kohë me fjalë që e lufton dhe Islamin dhe nuk kanë asgjë të përbashkët regjimi Bashar Asadit, nuk ka asgjë të përbashkët me Islamin e vërtet, atëherë të paktën të hedhin atë lloj regjimi dhe s'ka nevojë që të grinden dhe të luftohen dhe të vrasin njëri tjetrin. Tani le të shpjegojmë disa pyetje dhe dyshime të ndryshme që përhapen sa andej këtej nëpër Facebook, nëpër internet, në kështu me radhë, thjesht për të hutuar njerëzit. Dhe është përhap për shembull një prej atyre që pse dietarët sot nuk e bëjnë obligim xhihadin, luftën në Siri kundër regjimit, duke arsyetuar ose duke justifikuar se dietarët e vërtet janë në burgje, prandaj edhe këto që janë jashtë nuk ka se çfarë të flasin. Në radhë të parë, nuk është e vërtet që dietarët e mirë janë gjithë në burgje. Allahu xhelle xhelalu nuk mund ta lërë ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në dorën e hoxhallarëve dhe në dorën e imamlarve apo në dorën e ulemave dhe dietarëve, të cilët janë të gjithë të prishur, të gjithë shkojnë mas politikës, të gjithë shkojnë mas shtetit, të gjithë shkojnë mas X politikani e kështu me radhë, ashtu sikur akuzohen me të madhe nëpër vende të ndryshme. Nuk ka mundësi kur që Allahu xhelle xhelalu ta lër ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga hoxhallar apo ulema apo dietar që shkojnë pas interesit, pra, dhe jo interesit të dynjas dhe jo sipas interesit të fesë. Kjo është një akuzë e cila ka probleme, mendoj unë, deri në parimet islame. Nuk ka mundësi kur Allahu xhelle xhelalu ta lër çështjen të tillë. Por po të shikojmë me vëmendje, do të shikojmë se shumë prej dietarëve, mos u themi të gjithë dietarët e ehli sunetit, kanë fol për çështjen e Sirisë dhe kanë bërë obligim që të mbrohet vetvetja dhe të mbrohet feja Allahu xhelle xhelalu nga ata njerëz të cilët po i sulmojnë, duke filluar pra nga vetë regjimi i Bashar Asadit. Kush tha me fjalë që dietarët kanë fol? Kemi Nasir al-Umar, kemi Abdulrahman ibn Nasir al-Barrak, kemi Abdullah al-Ghunayman, e plot s'po përmend Sheikh Adnan al-Arur sepse ndoshta e kanë problem disa të tjerë me fjalë, po ke hoxhallar sa të dush, të cilët kanë folur për çështjen e Sirisë. Tani vjen një person këtu që jep mësim në këtë xhami, dhe sa do të mundohem unë që të them ata nuk e kanë detyrë të mbrojnë vetveten e tyre, nuk e kanë detyrë të mbrojnë fenë e tyre, fjala ime është e kotë. Pse? Sepse një direktivë e tillë, një fetva e tillë është dhënë së pari në shtetet arabe, është dhënë nga ulemat e ehli sunetit, ata ulema që janë jashtë. Dhe nuk është e vërtetë që ato s'kan folur. Wallahi kanë folur. Por nëse mendohet se dietarët gjoja më të mirët janë pikërisht brenda në përburgje, wallahi ky është një problem i madh në parimet islame, sepse Allahu xhelle xhelalu nuk ka mundësi kur ta lej ummetin islam me gjithë problemet që kanë brenda ky ummet në duar të njerëzve të cilët janë vetëm interesagji dhe nuk kanë lidhje fare me interesat fetare. Mirë, po çfarë ndodh? Po të shikosh me vëmendje, sjellin në vende të ndryshme ose në internet apo Facebook, në rrjetet sociale pra kështu, sjellin argumente se joja atë që ke folur nuk është e vërtetë, por duhet që të pohosh që atë ka obligim për xhihad për gjithë muslimanët.
Dhe unë e shpjegova pjesërisht faktikisht se si duhet ta kuptojmë këtë çështje. Mirë, po nëse bëhet fjalë për libra fiqhu, nëse bëhet fjalë për fjalë dietarësh, ku gjoja sjellin disa fjalë të Imam Ibn Taymijes dhe duan ta kundërshtojnë atë që thash në javën e kaluar, atëherë le të kthehemi librave të fiqhut. Kur bëhet farz ain, kur obligohet për çdo njeri me vete shkuarja në luftë. 3 kushte ka. E para e kanë përmend kur të takohen 2 ushtrit. Kur je përballë safet e tu dhe rreshtet e armikut përballë, atëherë nuk ke pse ikën më. Derisa je përballë armikut duhet të qëndrosh aty, edhe sikur ai të vras. E dyta, idha nazala al-kufar bi baladin ta'ayyana ala ahlihi qitaluhum wa daf'uhum. Kur armiku sulmon një shtet islam, atëherë ose sulmi është për gjithë muslimanët mbar, ose është për një vend, apo për një qytet, apo për një qytet, apo për një fshat e kështu me radhë. E rëndësishme është që ato që sulmohen drejt për drejt e kanë detyrë të mbrojnë vetveten e vet. Dhe kjo është ajo që kanë shpjeguar Imam Ibn Taymiyyah dhe të tjerë, që s'është nevoja të marrësh lejen e prisit, sepse prisi mund të jetë dhe larg, o ndoshta s'ka dhe pris fare për momentin. Po këtë askush nuk e ka mohukte, as unë dhe as njëri tjetër, që njerëzit e kanë detyrë të mbrojnë vetveten e tyre, e kanë detyrë të mbrojnë fen e tyre, e kështu me radhë. Edhe e treta është, idha stanfara al-imamu qauman, nëse prisi i besimtarve bën thirrje masive që ejani me fjalë në luftë sepse ka nevojë këtu, atëherë çdo që ai thirr është vajxhib me shku dhe me ju përgjigj ftesës së tij. Këto janë 3 pikat kryesore që janë përmendur, i ka përmend Imam Ibn Qudama al-Maqdisi në librin e tij El-Mughni. Po ashtu kemi dhe plot libra të tjerë të fuqahave, të dietarëve të mëdhenj, të cilët i ka përmendur. Dhe për çudi, të njëjtat gjëra i ka përmendur dhe vet Imam Ibn Taymiyyah. Mirë, po ulemat në librat e fiqhut nuk kanë shpjeguar vetëm këtë çështje, e kanë shpjeguar çështjen akoma më në detaje. Dhe kanë thënë që nëse bëhet fjalë që armiku ose pabesimtarët ose jo muslimanët të sulmojnë ty, atëherë dije se pabesimtarët janë 2 llojesh. Ata pabesimtarë dhe jo musliman, të cilët janë brenda vendit ku ti jeton ose janë jashtë pastaj të sulmojnë. Edhe këto detaje kanë folur ulemat, siç është Imam Ibn Qudama dhe të tjerë, domethënë dietarë të mëdhenj të mëdhëbeve të ndryshme. Dhe çfarë kanë thënë? Në rastin ton, armiku është i brendshëm apo ka ardhur sul nga jashtë? Le të jepni përgjigje. Armiku është i brendshëm. Regjimi, nëse do të kishte ndonjë regjim që do të quhej tagut, se fjala tagut është për hap shumë, atëherë s'duhet me këtë lloj termi të emërtohen muslimanët në përgjithësi, por të emërtohet ai lloj regjimi që e ka marrë përsipër vrasjen e sunive, ka marrë përsipër vrasjen e muslimanëve, ka marrë përsipër shkatrimin e muslimanëve, ka marrë përsipër shkatrimin e qyteteve të muslimanëve. Atëherë kanë detyrë muslimanët të mbrojnë vetveten e tyre, e kanë detyrë muslimanët të mbrojnë fen e tyre. Këtë nuk e mohon njëri. Mirë, po çfarë ndodh? Në rastin ton nuk kemi ne ndonjë sulm të jashtëm që i është bërë Siris dhe o burra tani të jepet një thirrje masive, momenti që nuk ka prijes të muslimanëve e marrin përsipër njerëzit. Jo. Nuk ecet çështja siç e kemi thënë dhe herë të tjera me grupacione, por ecen me rregulla, ashtu sikur na ka mësuar pejgamberi Muhammed alayhi salatu vesselam dhe fjalët e tij, ashtu sikur na ka interpretuar dhe sqaruar dhe komentuar pikërisht dietarët e mëdhenj të ummetit. Në rastin ton armiku nuk doli tani. Regjimi i Bashar Esadit ka 40 e sa vjet në kam. Fillime ka pas babai i tij kundër muslimanëve. Pastaj vjen i biri i tij Bashar Esadi me të njëjtën metodë. Pra nuk është diçka e re. Edhe në vitet 80, fillimi 80-72 kështu më radh, ndodhen të njëjtat probleme. Pra nuk është se është hera e para apo një ushtri jo muslimane, po sulmon muslimanët brenda një vendi. Dhe çfarë kanë thënë ulemat në librat e fiqhut, po ashtu Ibn Qudama me shok, kanë thënë nëse janë brenda vendit e kanë detyrë të luftojnë kundër tyre për të mbrojtur vetveten dhe fen e tyre, ato pjesëtar të atij vendi, sepse aty është ai. Dhe nëse kërkohet ndihmë, thot, atëherë ndihma shikohet në varësi të nevojës. Mirë, po lind një pyetje. Ndihmën kush e kërkon tash dhe kush e përcakton? Nevojën se a duhet të ndihmohet apo jo, njerëzit jashtë apo njerëzit brenda. Edhe këtë është shumë pikë interesante dhe rëndësishme për t'u shpjeguar. A nëse janë jashtë, thot,
me fjalë ushtria është jashtë një vendi dhe don ta sulmoj vendin, atëherë poshtu e kanë detyrë pjesëtarët ato njerëzit muslimanët që jetojnë në ato vende të mbrojnë vetveten e tyre dhe fen e tyre nga armiku i përbashkët. Në rastin ton armiku është i brendshëm dhe jo sot për dje apo ka qenë 40 vjet brenda. 40 vjet kur bëhet fjalë që është fars për të gjithë, duhet të ishe fars për të gjithë para 40 vjetëve dhe jo të tani. Duhet të ishe fars për të gjithë para që në vitin 1982 kur vran 40.000 musliman në Hama dhe rrethina të tjera deri dhe në Halep dhe disa në Damask. Domethënë janë përsërit gjërat, nuk është se janë gjëra të reja. Kurse vet Imam Ibn Taymije e sqaron kur janë bërë pyetje se ata musliman që sulmohen a kanë detyrë të gjithë të marrin pjesë apo nëse një pjesë e tyre shkon në luftë dhe nuk është e nevojshme për një pjesë tjetër brenda një vendi, atëherë thotë ka dy thënie. Thotë Imam Ibn Taymije ka dy thënie, do thotë që nuk e kanë detyrë ato të paktën që janë jashtë. Ato që jashtë e kanë detyrë nëse ftohen nga ato brenda, nëse ftohen nga nevojat e ndryshme që kanë muslimanët, nuk kemi mundësi 5 vet, hajde edhe 5 të tjerë. S'kemi mundësi 10 vet, hajde edhe 20 të tjerë. Dhe jo burra kështu rromuj të shkohet, domethënë, dhe mos të ndiqen rregullat e fikut dhe mos të ndiqen rregullat që kanë shpjeguar dietarët islam. Këtu tani do të sqarojmë dy pika të cilat janë tepër të rëndësishme që i besoj dhe ata që janë pro dhe ato që janë kundër atyre ligjëratave që janë mbajtur pra më parë, nuk i kanë kuptuar siç duhet. Qofshin pro, qofshin kundër, ngjoni me vëmendje. Nëse farz ain detyrë për çdo individ do të bëhet një luftë, ajo përshkallëzohet, e kemi përmendur pjesërisht në ligjëratën e shkuar, por edhe sot përshkallëzohet sipas vendit dhe nevojës që ka i vend për të luftuar. Lind pyetja. Sot lufta bëhet sikur më parë që kishte rastin me një fjalë, nëse kishe një armë, një shpatë në dorë, edhe tikte dhe ajo shpatë do të përleshej trup me trup, apo sot nevoja është diçka tjetër. E kam dëgjuar vet Sheikh Abdul Qadir Arnautin, Zoti më shëroft, diku në vitin 2002 pra në Siri, që thonte, nëse luftohet ose sulmohet një shtet islam, atëhere e kanë detyrë ta mbrojnë atë shtet islam, shtetet e tjera islame. Sepse nëse sulmi bëhet ta zej me raketa dhe me aviona, atëhere çfarë ndodh? Populli i thjesht nuk mund ta mbrojë vetveten e vet, por në luftë futet një shtet dhe nuk futet grupacioni dhe individi. Pra kush e ka në dorë? E ka në dorë, thotë, e përmende me emra, e ka në dorë Arabia Saudite, e ka në dorë Pakistani, e ka në dorë Egjipti, ka Egjipti aq i madh, e ka në dorë Turqia, e ka në dorë pra shtete që funksionojnë me ligje, shtete që funksionojnë kanë armatim, shtete që kanë, domethënë, kanë rregulla, kanë strukturë shteti të mirëfillt. Dhe thonte, nëse këto shtete nuk e marrin përsipër ta ndihmojnë atë lloj shteti, atëherë u ka rënë detyra muslimanëve të thjeshtë. Nuk e kanë më detyrë. Pse? Sepse nuk të lipset fiziku yt. Shko sa dush ti, shko 100.000 vet, 200.000 vet, nuk lipset kjo. Pse? Sepse nuk është kjo arma, nuk është fiziku. Arma është diçka tjetër. Domethënë, nëse ti si individ nuk e mundësi të luftosh, atëherë ka ik detyra. Pse kush e ka detyrë? Detyrën e kanë shtetet e mëdha. Nëse kemi një shtet arab, sulmohet nga një shtet tjetër, fshinjiti i shteti tjetër arab e merr përsipër për ta mbrojtur. Nëse e refuzon luftën, atëherë çfarë duhet të bëjnë çfarë duhet të bëjnë njerëzit që jetojnë në atë shtet? Atyre u ka rënë detyra për të luftuar. Pse? Sepse me një fjalë nuk është çështje lufta, hajde tash të shkojmë edhe trim kështu në kam, apo të marrim një armë të thjeshtë dhe trim aty. Jo, nuk bëhet lufta në këtë lloj mënyre. E para kjo. Edhe e dyta, kush janë ata që përcaktojnë nevojën, a kanë nevojë muslimanat atje për me luftu ose më themi për të ndihmuar apo jo? Ata që janë jashtë atij vendi apo ata që janë brenda vendit? Të gjithë fuqahat kanë thënë që nevojën e përcaktojnë banorët e atij vendi. Dhe në rastin ton, doktor Nasir El Umar thot që unë nuk mund t'jap dot fetva, dhe ne të jashtë nuk japin dot fetva për Sirin, përderisa të dëgjoj mirë se çfarë thon ulemat e Sirisë për vetë Sirin. Edhe thot pastaj Nasir El Umar, ne kemi pyetur ata, kemi ruajtur lidhet me ta, a keni nevojë apo jo? Kan thënë, nuk kemi nevojë për frymë njerëzore, nuk kemi nevojë për fizikun e një njeriu. Nuk kemi në formë, domethënë, për qenie të gjalla,
por kemi nevojë për çfarë? Për financim dhe armëtim. Pra doli çështja prapë ajo që shpjegova pak më parë. Atëherë, nëse bëhet fjalë për financim të rregullt dhe armëtim të rregullt, kujt i bie në kjo lloj peshe e madhe? I bie pra shteteve të mëdha. Nëse Arabia Saudite është shtet musliman dhe pretendon se ka se ka ligj fetar, atëherë e ka detyrë ky lloj shteti të mbrojë shtetin tjetër. Ose Turqia e njëjta gjë, ose Egjipti e njëjta gjë, ose dhe Pakistani e njëjta gjë, pra shtete të mëdha me potencial ushtarak. Çka do të thotë se u bie detyrimi njerëzve të thjesht, aq më tepër shqiptarëve që janë aq larg atij lloj konflikti që është atje. Kjo duhet kuptu. Pra lloji i nevojës që kanë ata dhe se kush e përcakton nevojën në të dyja aspektet, tregohet qartë që shqiptarët nuk e kanë detyrë luftën e Sirisë. Këto janë rregulla që i kanë përcaktuar ulemat në librat e tyre, jo se shpika diçka unë dhe o burrat e këtë ta ngjojmë ose mos ta ngjojmë me tifozllëk, siç bëhet më fal në shumicën e rasteve. Po ashtu kemi përmendur në ligjëratën e kaluar dhe thënjet e dietarëve, disa prej dietarëve të mëdhenj të ummetit. Kemi përmendur Sheikh Albanin, Zoti mëshiroft, kemi përmendur Ibn Uthejminin, kemi përmendur dhe Sheikh Abdul Kader Arnautin. Për sa i përket dy të fundmeve, nëse mbani mend, ju përmenda që edhe Ibn Uthejmini dhe Abdul Kader Arnauti e kanë lidhë çështjen dhe me el-udda, me fjalë me fuqinë, me forcën luftarake. Atë që përmendëm edhe sot. Ato kanë vdekur që të dy. Mirë, po edhe pse të vdekur e kanë përshkruar situatën e ummetit sot. Ibn Uthejmini çfarë thot? Yeta'adhar al-yawm al-jihad 'ala al-muslimin. Sot jihadi është justifikuar dhe arsyetuar për masën e muslimanëve. Pse? Sepse janë të dobët moralisht, janë të dobët ushtarakisht, edhe mbi të gjitha është diçka që se kuptojnë shumica e njerëzve, janë brenda marrëveshjeve dhe konventave ndërkombëtare. Nëse ti sot i kërkon Turqisë që hajde tash hyn luftë kundër Bashar Esadit, Turqia nuk hyn dot luftë. Pse? Se është pjesëtare e NATO-s. Nëse i thua Saudis hajde hyn luftë tashtimi, domethënë, ajo nuk hyn luftë. Pse? Se ka marrëveshje të tjera ndërkombëtare në konventa ndërkombëtare. Atëherë lind pyetja, këto lloj marrëveshje janë të drejta apo jo? Atëherë këto lloj gjërash i përkasin shteteve, nuk i përkasin individëve dhe nuk i përkasin grupacioneve. Pra kjo është ajo që duhet kuptu. Ibn Uthejmini, Zoti mëshiroft, për këtë ka thënë, kurse vetë Ibn Uthejmini, siç ka thënë dikush, më fal një dyshim tjetër apo një pyetje që ka ardhur, o ti hoxh mirë majtë ligjëratën, po sikur ti ishe Ibn Uthejmini i gjallë dhe Abdul Kader Arnauti i gjallë, të cilin e kemi dëgjuar duke fol sa herë më fal për vlerën e xhihadit, a do thonin që xhihadi është farz, domethënë, me mbrojt muslimanët atje vetveten e tyre dhe fenë e tyre? Po s'ka nevojë fare të jenë gjallë. Sepse njeriu të mbroj vetveten e tij, edhe të mbroj fen e tij kur sulmohet nga dikush, këtë të drejtë ja ka dhënë sheriati Islam dhe nuk e heq dot Mustafa dhe nuk e heq dot asnjë person tjetër, por duhet kuptu që nuk është farz ain kjo që bëhet sot, pra nuk është detyrë individuale për të gjithë muslimanët me luftu atje. Mbaroi çështja. Kjo është, domethënë, kjo është logjika dhe mesazhi që është përçuar me fjalë dhe duhet të kuptohet. Mirë po ashtu njerëzit nuk binden me librat e fikut, nuk binden me thënjet e dietarëve, nuk binden me vetë serianët të cilët thonë që nuk kemi nevojë për frymë njerëzore, nuk kemi nevojë për njerëz të gjallë, nuk kemi nevojë për ndihma të tilla, por ndihma që ne e përmendëm pak më parë. Bin thënjen e Imam Ibn Taymijes, një prej thënieve të tij, që thot, kur armiku sulmon në tokat muslimane, duhet me dal, thot, në luftë dhe ky është obligim dhe këtë kanë thënë të gjithë dietarët. Pse mohon njëri këtë? Kush tha që në ligjëratën e kaluar sot apo diku tjetër është thënë që këtë që ka thënë Ibn Taymijes është e vërtetë? Wallahi është e vërtetë, por Imam Ibn Taymije në të njëjtën kohë në Mejmu'ul Fatawa apo në Fatawa al-Kubra në librat e tij e ka përmendur fare mirë se mënyrën se si përshkallëzohet detyra për çdo njeri në aspektin e xhihadit dhe në aspektin e luftës. Si përshkallëzohet? Edhe vetë Imam Ibn Taymije ka përmendur të njëjtat argumente që ka përmendur Ibn Qudama dhe të tjerë, siç e kanë mëdhëbi Hambeli dhe mëdhëbi Shafi dhe të tjerë, që bëhet fjalë për banorët vendas, pastaj largohesh aq sa është distanca e shkurtimit të namazit, 80 sa kilometra, pra e kanë konsideruar ata në kohën e vet, ose ata që janë pastaj më afër derisa pikat më të largta ata e kanë të fundit detyrë nëse u lipset nevoja ose u lipset ndihma e tyre.
Ndërkohë që nuk është ndihma, siç e thamë ne mi fen, nuk jepet ndihmë thjesht ti shkove dhe te marrove punë. Shkove u vrave, shumë bukur, inshallah Zoti të pranon për shehidëve, por nuk ishte kjo ndihma. Nuk është pra ndihma që kërkohet. Dikush tjetër na sjell dhe shkruan nëpër Facebook e kështu me radhë, një argument tjetër gjoja akoma më të fortë. Dëgjoni me vëmendje fjalën e Imam Kurtubiut, i cili thotë secili që kupton, e ka për njerëzit jashtë dhe jo për vendasit, secili që kupton se muslimanët janë të dobët, pra të vendi ku luftohet janë të dobët dhe kanë nevojë për të, dhe ky ka mundësi të shkojë tek ata dhe nuk shkon, atëherë domethënë ka bërë, ose më mirë themi, ky e ka kur ka mundësi të shkojë, e ka obligim të shkojë. Edhe për cilën këtë lloj në faqe të ndryshme të internetit, në faqe të ndryshme në Facebook e kështu me radhë. Joje për të ja, ku e ke Hoxh Mustafa, ke fol kot, një ku e ke Imam Kurtubiun, të dëgjojmë ty apo të dëgjojmë Imam Kurtubiun. Wallahi kuptoje me vëmendje fjalën e Imam Kurtubiut, sepse gërshetohet dhe sqaron dhe interpreton fare mirë ato që thash pak më parë dhe ato që kanë thënë ulemat e tjerë. Sepse Imam Kurtubiu, dëgjoni me vëmendje, shikoni si e lidh çështjen. Thotë, kur shikon që muslimanët janë të dobët dhe kanë nevojë, këto dy pika, janë të dobët dhe kanë nevojë, janë të dobët nga epërsia numerike, kërkojnë epërsi numerike dhe janë pak në numër, apo kanë nevojë diçka tjetër. Çfarë është gjëja tjetër? Financimi dhe armatimi, që e kanë në dorë, nuk e ka individi dhe as grupacionet, e kanë shtetet. Nëse shteti e merr përsipër me ndihmë një shtet tjetër, hyn në aleancë me shtetin tjetër, për një aleancë luftarake domethënë, atëherë kjo gjë, ky lloj detyrim moral apo detyrim fetar, sido qoftë, e merr përsipër një shtet dhe nuk e merr grupacioni. Pra kur ata janë të dobët, thot Imam Kurtubiu, dhe kanë nevojë. Tani fjalën thot kanë nevojë. Pra kush e përcakton ka nevojën? Banorët vendas. Me fjalën e Kurtubiut ne po kuptojmë që nevojën e përcaktojnë banorët vendas dhe dietarët. Doktor Nasser El Omar çfarë thot? E kemi pyetur, thot dietarët e Siris, a keni nevojë për frymë njerëzore? Ka thënë nuk kemi nevojë, kemi boll, për ndryshe nëse na vin tjerë nga shtetet e tjera, nga racat të tjera në Siri, i kemi barë dhe mund. Pse? Po s'kan bukë me hangër, do të marrin dhe ty tash me hangër. Nuk kanë financime. Pra, çfarë do të thotë? Do të thotë që edhe nevojën që e përcakton vetë sipas fjalës Imam Kurtubiut, po kuptohet qartë që fjalët e imamllarëve, fjalët e ulemave të mëdhej duhen kuptuar ashtu siç duhet, me rregullat e fikut, me termat e fikut, dhe jo sipas dëshirave dhe emocioneve dhe ndjenjave të njerëzve. Rregullat janë bazë dhe emocionet janë gjëra të tjera. Tani lind pyetja tjetër. Nëse qenë ka farz ajn sipas fjalës Kurtubiut, nëse do e kuptonin fjalën e Kurtubiut, po pse pikërisht në Siri? Ky është konflikti i parë i muslimanëve, por ne kemi një konflikt që ka filluar që në vitin 1948 në Kudës. Kujt i përket Kudsi? Ai i përket palestinezëve apo izraelitëve? Edhe pse është dhënë, domethënë, një lloj zgjidhje është dhënë që në atë vend të formohen dy shtete, edhe shteti izraelit, edhe shteti arab. Disa palestinezë e kanë pranuar, disa të tjerë se kanë pranuar. Ato që nuk e kanë pranuar e kanë konsideruar çështjen me fjalë, e kanë futur pjesën e tyre në konflikt fetar, domethënë në luftë. Edhe kjo ka vazhduar her pas here deri në ditët që sot po jetojmë. Pse trumpentohet më të madhe dhe pse u bëhet reklam aq e madhe pikërisht çështjes së Sirisë dhe për Kudsin nuk flitet? Nëse nuk flitet sepse ti nuk ke mundësi të përdosh deri atje, e njëjta gjë është dhe me Sirin. Mirë po, dikush mund të thotë, siç kanë thënë faktikisht, po ashtu duke shkruar në vende nga më të ndryshme, deri dhe në YouTube apo në Facebook e në internet vende të tjera. Çfarë thonë? Thotë, është ushtria e Egjiptit ajo që i ndalon muslimanët të shkojnë në Kuds. Në rregull. E them se Turqia, Egjipti, Arabia Saudite, këto i ndalokan muslimanët me shkuën në Kuds. Tani regjimi i Bashar Esadit është dobësu, janë futur në Siri lloj-lloj fraksionesh luftarake. Rrugën e ketë lirë për në Kuds nga Siria, shko dhe provoje. Rrugën për në Kuds, pjesa e Gjolanit, shumica e ushtarakëve dhe shumica e luftëtarëve të regjimit kanë kaluar në mbrojtjen e Damaskut. Shumë pak ushtarë në Gjolan, atje që është ngufi me Izraelin. Ikë provoje. Pse nuk provohet? Jo po këtej, jo po atej, atëherë mos flit fare.
Këto janë gjëra të mëdha që nuk i përkasin individët flasin. Aq më tepër këto nëpërmjet këtyre gjërave të mëdha shkojnë muslimanët të akuzojnë njëri tjetrin. Pra, a shkojnë dot apo jo? A është luftë atje apo jo? Nuk e përcakton as ti dhe as unë dhe as të tjerët, por e përcaktojnë ata që janë atje. Edhe pse më fal bëhet një reklam kaq e madhe për Sirin, kur nuk flitet të zem fare për Kudsin, ndërkohë që kush është kur flet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për tokat e Shamit, ka për qëllim Damaskun, ka për qëllim Halepin. Kush është pika më e nderuar për muslimanët në Sham? Është Kudsi, është Jeruzalemi. Atëherë, kjo është Siria, kjo është Palestina. Shumë bukur. Po pse vetëm këto kanë luftë? Po ti ke dhe Irakun, ti ke dhe vende tjera, ti ke dhe Afganistanin. Ngjelën duke folën domethënë kundër joja armiqve të Islamit se ato kanë pushtu tokat islame. Shumë bukur. Nëse kanë pushtu tokat islame, pse në Siri qenë ka farz ajnë dhe nuk që kanë vende tjera? Domethënë janë disa pyetje dhe janë disa lloj dyshimesh koti, të cilat më fjalë nuk i japin dot gjevap as vetvetes së tyre. Çështja është e qartë. Nuk është hera e parë që Palestina pushtohet. Palestina është pushtuar dhe herët, dhe shumë prej muslimanëve kanë bërë hijret, e kanë parë të pamundësishme të pamundësishme të luftojnë, kanë bërë hijret. Salahuddin Ejubi, kur e përgatiti muslimanët me një forcë luftarake të rregullt, shkoi dhe e ktheu prapë me fjalë Kudsin në dorë të muslimanëve. Kjo është historia që përsërit vetveten e vet. Kjo është historia që përsërit vetveten e vet. Pra, shikoni dhe historinë, por shikoni në të njëjtën kohë dhe thënet I dietarëve, dhe asnjëherë mos mendoni se dietarët janë në përburgje. Ka dietar jashtë sa dush. Ka dietar të mëdhej, të mençur, të urtë, të dijshëm, të cilët nëpërmjet të cilëve Allahu xhelle xhelalu e ka bërë ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht të marrë këshilla, vazhdimisht të marrë dhe mësimet prej tyre. Kemi një lloj dyshimi tjetër që joja, jo vetëm në vendet arabe, por dhe në tokat shqiptare, nuk flitet fare për xhihadin. Pse? Sepse konsiderohet që xhihadi gjithmonë është kur dhe lufton ku shkon ti me fizikun tënd. Unë përmenda hadithin e Buhariut fatikisht radhën e kaluar, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasallam men amana billahi wa rasulihi, kush beson Allahu xhelle xhelalu dhe të dërguarit të tij, në të njëjtën kohë e fal namazin, e agjeron Ramazanin, kana haqqan ala Allah an yudkhilahu al-janna. Allahu xhelle xhelalu e ka detyrë, domethënë, e ka hak ky njeri, çfarë? Që Zoti ta fus në xhennet, këtë lloj njeriu, shumë bukur. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jahada fi sabilillah, ka luftu për hir të Allahut xhelle xhelalu, ose jalasa fi ardihi allati wulida fiha, ose ka ndenjur në tokën e tij në cilën ka lindur. Pra ka thënë, bëre luftë ose jo, bëre xhihad ose jo, ose qëndrove në tokën tënde ku ka lindur nëna jote, ti do fitosh xhenetin. Është një lloj si ariqi, një lloj përgëzimi nga pejgamberi alayhi salam që xheneti nuk fitohet vetëm me xhihad. Është thënë, o hoxh, e ke lanë për gjys hadithin. E ke lanë për gjys, pse nuk e sjellur dhe pjesën tjetër të hadithit, për pjesën tjetër të hadithit ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna fil jannah 100 darajatin. Vërtet në xhenet ka 100 shkallë. Edhe çdo shkallë nga njëra tjetra ka hapësirën sa hapësira e qiellit tokës. Për kë është kjo hapësirë, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, për luftëtarët që luftojnë për hir të Allahut xhelle xhelalu. M'fal, ja e thash tash pjesën e tjetër të hadithit. Kjo pjesë tjetër e bëri farzajn me shku me luftu. Hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam flet për vlerën e xhihadit, dhe kush nuk flet për vlerën e xhihadit? Njëri që sakrifikon vetveten e tij, një njeri që sakrifikon pasurinë e tij për hir të Zotit, edhe të flitet kundër tij, nuk flet njëri kundër tij. Atë ka lavdruar vet Allahu xhalla xhelalu në Kur'an, çdo lloj luftëtari që lufton për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, çfarë ndodh? Plotsoi hadithin, e plotsova hadithin. Ne po flasim, është farz ajn për shqiptarët apo jo? S'po flasim për vleftën e xhihadit. Hajde merre vesh tani se si dëgjohen ligjëratat. A dini si dëgjohen ligjëratat? Unë jam duke dëgju filanin. Nëse ai do të thotë diçka që më përshtatet mua ose mendimeve të mia, ka fol mirë. Nëse kundërshton idetë e mia, ideologjinë time, ka fol keq.
dhe nuk dëgjohet ligjërata për fitim. Nuk dëgjohet ligjërata për të mësu, për të marrë një informacion që ti nuk e din, për të kuptuar diçka që ti e je në dyshim në të, por merren në këtë lloj forme. Prandaj dhe përçahen njerëzit sot. Unë me që vllau musliman donte atë pjesën tjetër të hadithit, hasi po vimi një hadith tjetër prapë nga fillimi. Transmeton Buhariu dhe Muslimi të dy ata në sahih të tyre nga Zeid ibn Khalidi, i cili thot ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, men jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Kush përgatit thot një luftëtar për hir të Allahut xhalla xhelalu, atëherë dhe ky ka luftu, pa shku fare me luftu. Vazhdon hadithi, wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. E kush rrin në shtëpi të një luftëtari, do më thonë, e merë përsipër ekonominë e familjes së atij luftëtari që ka shku, ka dalë me luftu për hir të Allahut xhalla xhelalu, edhe ky i dyti ka luftu për hir të Zotit, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pra në tokën ku të ka lind nëna jote, ke argumente sa dush, që nuk është kusht ti si fizit shkosh edhe të fitosh xhenetin se gjoja ke bërë xhihad. Xhihadi bëhet me lloj gjërash. Shikoni se çfarë thot Ibn Uthaymini në një prethënet të tij, që e thash pak më parë dhe ligjëratën e kaluame, por do vi me që duan pjesën si vijon, si vazhdon, po e vim edhe me fjalën e Ibn Uthayminit. Nëse sot thot muslimanët janë të dobët ushtarakisht, janë të dobët financiarisht, janë të dobët moralisht, madje shtetet e mëdha që kanë detyrë ata të luajnë politikat ushtarake, domethënë shtetet dhe jo individet, ata janë pjesë e konventeve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, çka detyra për individin nuk ka më obligim individi, atëherë çfarë ndodh? Thot Ibn Uthaymini, fa alayhi bil jihad fi da'wa. Atëherë shkoi të bëri xhihadin duke thirrë njerëzit në rrugt të Allahut xhalla xhelalu. Edhe këtë ka quajtur xhihad. Mbaroj çështën. Të gjithë to sqarime faktikisht pse kërkohen? Kërkohen që njerëzit mos ta kuptojnë çështën kaq të ngushtë, ose do shkohet atje në luftë në Siri, ose për ndryshe ti nuk je musliman i rregullt. Aq më tepër kur disa thonë ti je munafik fare dhe ti je pabesimtar, ti je tagut, ti je kështu e ti je ashtu. Pa asnjë parim të fesë, pa asnjë parim të dijes, pa asnjë parim të koncepteve të vërteta që na ka mësuar Islami. Në të njëjtën kohë, pse na intereson neve të flasim pikërisht për shqiptarët që mos shkojnë atje? Nuk po bëhet fjalë që mos shko, si sta njëri më fjalë, o hoxh, mos jep fatva që në Siri nuk ka xhihad, sepse unë s'po flas fare që Siri ka xhihad. Ato është një xhihad, më fjalë një luftë që janë duke bë banorët vendas atje dhe kanë detyrë për vetveten e tyre, këtë asnjë se mohonte. Ne po flasim, ne kanë farza ain apo jo shqiptarët për me shku, këtë po shpjegojmë. Edhe thirrjet që kanë ardhur nga atje, s'kan ardhur nga arabët, por ka ardhur nga disa shqiptar atje, të cilët unë mendoj se janë sinqert, mendoj se janë të mirë me dëshirën e mirë që kanë, mirë por nuk mjafton sinqeriteti nëse nuk e dije. Thirrjet, llojet e thirrjeve, a nuk i keni dëgjuar si janë? Lëre familjen, lëre fëmijët, lëre punën dhe shko atje në tokën e xhihadit, në tokën e Shamit, në tokën e xhihadit. Audon, edhe në fund fare thot, sepse për ndryshe familja, fëmia edhe puna këtë që aty më fjell, janë kurthe të shejtanit. Të mbroj unë, jo të mbroj, por të kujdesem për nanën dhe për babën, që nga kurthi shejtanit, të kujdesem për fëmijët e mi, dikush ka 3, dikush ka 4, dikush ka 6, kemi dhe antarë me fjalë një familje të madhe me 8 fëmijë. Të kujdesesh për familjen tënde, është kurthi shejtanit. Të kujdesesh për Davidin, është kurthi shejtanit. Të zbatosh ajetin kuranor ku thot Allahu xhalla xhelalu, qu anfusakum wa ahlikum nara, shpëtojini vetveten tuaj, por dhe familjarët tuaj, farefisin tuaj nga zjarri i xhenemit. Ti je musliman, i fal 5 vaktet, je në nështru Zotit fuqiplot, thuj elhamdulillah. A ka xhihad më të madh, siç thot Ibn Uthemini, Zoti më shëroft, me shku dhe me bo davet, me thirr njerëzit në fe. A ka xhihad më të madh se sa ti të ftosh ata njerëz të cilët nuk falen, ta falin namazin? Ata njerëz të cilët nuk e falin xhuman, të vinë të falin xhuman, ata njerëz që nuk agjërojnë, të shkojnë dhe të agjërojnë, ata njerëz të cilët nuk janë musliman, të bëhet musliman. Këto janë të gjithë kurthe të shejtanit.
a mendon se vetëm ajo lloj metode, prandaj u soll hadithi që doshin vijimin dhe vazhdimin disa vëllezër, e sollën vazhdimin që s'kishte lidhje me farzin ain, po kishte thjesht për vlerën e xhihadit. Vlerën e xhihadit askush nuk e mohon sot. Nga ana tjetër, thirrjet nuk janë vetëm këtu. Del i njëjti shqiptar atje dhe thot: "O Ebu Bekr Bagdadi, prisi besimtarve", një person që është i pari i asaj të grupacionit që quhet Dawlatul Iraqi wa Sham al-Islamiyya, do të thonë shteti i Irakut dhe i Sirisë. Dhe thot më fal: "O Ebu Bekr Bagdadi, nëse ti jam mësyn detit, neve na ke pas." Më fal, Ebu Bekr Bagdadi nuk është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një dorë. E dyta, nëse ai të urdhëron të shkosh të futesh në det, të shkosh mas atit, shikoni ignorancën. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, mos shkoni me duart tuaja, thot Allahu xhelle xhelalu, në shkatrim. Me myt veten det është haram Allah. Ai thot nëse shkon atje unë do vi mas. A e kuptoni ignorancën? Wallahi nuk ka lidhje fare sinqeriteti. Edhe unë jam i bindur që ai nga ndenjat, emocionet që ka, por dhe sinqeriteti shkon deri aty, por se kushtet e punës së pranuar të Allahu xhelle xhelalu janë dy, kemi thënë më parë, sinqeriteti dhe dija e saktë. Atë që ta veprosh me dije. Nëse nuk ke dije, sinqeriteti nuk të vlen. Nëse ke dije dhe jo sinqert, po ashtu nuk të vlen, derisa ti jesh i sinqert dhe me dije. Mbaroj çështja. Pra, hajde tash ti o shqiptar, hajeni këtu, se nëse Abu Bekr Bagdadi neve na fton të hidhemi në det, do hidhemi mos aty në det. Vallahi janë çështje me vel me gjiment të çuditshme. Edhe kujtohet se kur po flitet kundër Ebu Bekr Bagdadit apo kundër Dolës, ore kjo s'ka lidhje fare, flasun kundër apo keq. Un po përshkruaj një realitet i cili faktikisht është një realitet çrregullimi, një amulli dhe një fitne. Është një fitne që kemi detyrë të flasim për të. S'është nevojë me lavdru dhe as me shajt njerëzit apo grupacionet të ndryshme. Ndërkohë Suile Imam Ibrahim an-Nakhai. Imam Ibrahim an-Nakhai është pyetur. Dëgjoni me vëmendje se për mua është tepër e rëndësishme kjo. Për luftën e sahabeve. Thot: "Tilka dima'un tahhara Allahu aydiyana biha." Ato janë gjakra, për gjakun e sahabeve, që elhamdulillah thot, Zoti nuk na bëri të mundur që të lym duart tona me gjakun e tyre. Pra, konflikti që ka qenë ndërmjet Aliut dhe Muawiyes. Është pyet Ibrahim an-Nakhai prej tabiinëve dhe ka thënë elhamdulillah, Zoti na ruajti ne që mos i përlym duart ton me gjakun e muslimanëve. Atëherë nuk duam ta përlym dhe gjuhën ton me gjakun e tyre. Të njëjtën pyetje është bërë Omar ibn Abdul Azizit dhe ka dhënë të njëjtën xhevat, ka dhënë të njëjtën përgjigje. Pse i thash këto dyja? Këto dyja i thash që nëse kemi një realitet të hidhur që faktikisht po shkon drejt fitnes dhe shumë prej muslimanëve po vrasin njëri tjetrin, do ta shpjegoj dhe është e vërtetë, pavarësisht se thonë që gjoja nuk janë duke vrarë me njëri tjetrin, atëherë unë do t'ju bëj një pyetje. A do të largohemi nga kjo fitnë apo duhet mu futë fitnë? Si mendoni? Në luftën e Aliut dhe Muawiyes kemi pasur dhe një palë të tretë, Abdullah ibn Umeri me shok në mesin e sahabëve, të cilët nuk morën pjesë as me Aliun dhe as me Muawiyen. Pse? E konsideroshin luftë ndërmjet muslimanëve. Dhe nëse do futej në atë lloj lufte, ti do futej çfarë? Do futesh në fitnë. Pra nuk po bëhet fjalë që ti po mohon të drejtën e popullit sirian të mbrojë veten dhe fenë e tyre. Ti s'ta ka mohu asnjëri. Por po bëhet fjalë mos të shkosh edhe ti të bëhesh viktim dhe të rekrutohesh në ato vende kur nuk do të mësohesh për me ndihmu popullin musliman, por ta popullin sirian musliman, por për ta luftu popullin sirian musliman me justifikimin se duhet ngrejmë shtet islam. Kjo është diçka komplet ndryshe që nuk ka ligj fetar që e lejon. Kjo është panorama e përgjithshme. Tani, le t'i kthehemi pyetjes së fillimit që ishte e rëndësishme dhe qarkullon. Dawlatul Iraqi wa Sham, shteti islam i Irakut dhe Shamit i vetquajtur kështu. Edhe pse s'kam marrë besën e besimtarve, edhe pse e kemi shpjeguar në herët e kaluara, do shpjegoj edhe sot inshallah, që a meriton këtë emër apo jo. E rëndësishme është, ky është pak a shumë realiteti që ne shpjeguam në formë të shkurtuar. Tani, a janë ata Khawarij apo jo?
Unë jam i sigurt që shumica e xhamatit nuk e din fare çfarë janë Hawarijët me të vërtetë. Pavarësisht se kjo ligjërat nuk është vetëm për të pranishmit tu, është edhe për njerëz të tjerë, qofshin hoxhallar apo qofshin xhamata apo qofshin thirrsa apo qofshin njerëz të mashtruar dhe të keq kuptuar. Rëndësishme është që mesazhi është për shumë vet. Janë Hawarijë apo jo, së pari para se të jap përgjigjen se a janë Hawarijë apo jo, duhet të dim disa fakte ose disa probleme ose më themi disa pika. Pse shumë prej muslimanëve në botën arabe flasin shumë keq për këtë lloj grupacioni? Sepse disa prej tyre thonë që këto janë agjentur e Iranit, që ata e mohojnë faktikisht vetë. S'ka mundësi. Ato po luftojnë kundër regjimit në një farë mënyrë, si t'jen, edhe përgjigja është dhënë prapë nga krau tjetër, sepse nuk është kusht që ti shërbesh një personi dhe ti shërbesh atij personi me dëshirën tënde. Loja vjen e tillë sa futesh në vorbull dhe i shërben dikujt dhe ti nuk e din fare që i shërben atij. Një. Tjetër, sipas agjenturës së fshehtë me fjalë turke, ata në raportet e tyre që i dorëzojnë me fjalë shpesh kanë thënë që shteti Islam i Irakut dhe Shamit kanë lidhje me regjimin e Bashar al-Assadit. Pra nuk vjen nga muslimanët sirian, nuk vjen nga shtetet arabe, por vjen nga agjenturat e fshehta turke, të cilët u intereson të raportojnë shtetit të tyre për sigurinë kombëtare turke. Nuk kanë interes të rrenë, as nuk kanë interes me fjalë të zhgënjejnë dhe s'kan interes flasin kot. Ai bën detyrën e vet që është caktuar, janë specialistë asaj fushë. E shikon, ai quhet siguria kombëtare turke, sikur çdo shtet ka sigurinë e vet kombëtare dhe i jep këtë lloj raportesh. Tani e bëjnë me dëshirë apo jo, ky është raporti i tyre. Që këtë lloj raporti kur e marrin pjesët e tjera të muslimanëve, duke furtur këtu dhe Sheikh Adnan Arourin, që e bëjnë munafik, e bëjnë tagut, sepse po flet kot me fjalë. Ai diku bazohet në fjalët që nxjerr. Pastaj, a ka fol mirë apo ka fol keq, kjo është çështje tjetër. Kurse muslimanët që flasin keq për këtë lloj të ndëllimi, për këtë lloj grupacioni, që flasin për këtë lloj grupacioni, çfarë ndodh? Kanë disa lloje faktesh, domethënë, që shikohet se gjoja vërtet këto janë fitnexhi, janë domethënë kanë bërë çrregullime, kanë dalur kundra fraksioneve të tjera luftarake e lloj gjërash të tjera. Këto janë, e pse përmenda këtë? Ose këtë lloj mënyre, ose më themi këto lloj gjërash në këtë lloj forme. E përmenda që çështja e fitnes nuk u përket vetëm shtetit islam të Irakut dhe Shamit. U përket dhe njerëzve të tjerë të cilët marrin informacione dhe a i besojnë apo jo, janë të vërteta apo jo, e sulmojnë këtë lloj grupacioni. Pastaj sulmi, a është i dobishëm apo jo, e kështu me radhë, edhe kjo me fjalë ka nevojë për diskutim. Rëndësi ka që ka nevojë për diskutim për njerëzit e tjerë. Kurse për ne këtu, çfarë qëndrimi duhet të mbajmë? Edhe a duhen të quhen këta njerëz me fjalë Hawarijë apo jo? Faktikisht Hawarijët në historinë e tyre janë shquar se dalin kundër prisit dhe kundër shtetit islam. Ndërkohë shteti islam dhe Irakut po përpiqet që të vendos atë shtet që faktikisht nuk ekziston. Janë dy gjërat kundërta. E kuptonte? Kjo është e rëndësishme. Hawarijët kryesisht dalin kundër imamit të tyre, kundër prisit dhe kundër kujt? Shtetit islam. Ndërkohë shteti islam Irakut dhe Shamit çfarë? Ore ne po përpiqemi të bëjmë atë shtet që ti po thu që s'ekziston. Atëherë që janë dy gjërat kundërta. Në këtë lloj prizme si që ndodh Hawarijë. Por shumë prej hoxhallarëve të ndryshëm, s'po flas për vendalit, por flasim për jashtë, i kanë akuzuar Hawarijë jo nga ky prizëm, por nga cilësitë e tyre. Cilat janë cilësitë e tyre? Për shembull, janë kundër të gjithë fraksioneve të tjera. Pra, në një farë mënyrë kanë dalë kundër muslimanëve të tjerë, sikur dolën Hawarijën në kot vet, pa përmendur shtetin. E dyta, nuk pranojnë gjykim të përbashkët. Tjetër, bëjnë kafira dhe murteda, mi fjalë si fe mohues, luftëtarët e tjerë dhe fraksionet e tjera që luftojnë dhe bëjnë xhihad në Siri. Pra, duke qenë se kanë të lloj cilësish që faktikisht i kanë pasur Hawarijët në kohën e vet, atëherë këto që kanë Hawarijë. Mirë, po prap për mendimin tim gjithmonë nuk është e udhës që të quhen me këtë lloj emërtimi
A e dini pse? Sepse nuk plotëson të gjitha kushtet. Edhe pse ato kanë gabime dhe unë do të flas për gabimet e tyre, por mbi të gjitha ka një problem se kur i akuzon me emërtime të tilla kundërshtarët e tu, atëherë kur nuk do ta hapësh derën e bashkëpunimit apo derën e pajtimit nëse ti një ditë do të pajtohesh me të. Je musliman dhe i musliman, a do pajtohesh me të apo s'do pajtohesh? Duhet pajtohesh me vëlla. Se jeni vëllezër musliman. Atëherë kjo nuk çon drejt pajtimit, por çon drejt çarjes. Me fjalë, çarja bëhet akoma më madhe. Por edhe sikur të kenë cilësi të drejt për drejta të njëjta me xhavarixhët, nuk do të thotë që ata duhet të quhen xhavarixhët e xhavarixh. Argumenti ku është? Po pejgamberi alayhi salatu selam e ka përmendur çështën e munafikut, i cili ka cilësitë e tij, ka të cilësi. Dhe hadithet e Buhariut dhe Muslimi, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, kush i ka ato cilësi, kush ka njërin për atyre cilësive, e që gënjej që mashtrohen kështu më radh, kush e ka ato cilësi ka një cilësi të munafikut. Kush i ka të gjitha, atëherë dije mirë se ai është munafik khalis, është munafik hipokrit i plot. Çfarë thot Imam Nevaviu? Të katra cilësit i kanë pas vëllezërit e Jusufit kundër Jusufit, po prapë ishin besimtar. Thot Imam Nevaviu, të katra cilësit i kanë pasur edhe i kanë akoma musliman në kohën e sotme, po ato vazhdojnë të jenë musliman. Pra, të kesh cilësi të një person ose të një grupi, të një grupacioni, apo të munafikëve, apo të xhavarixhëve, s'do të thotë që je i tillë. Nuk do të thotë pra që je i tillë. Çka do të thotë se ne nuk mund t'i akuzojmë dot që jeni xhavarixh në këtë lloj forme, të drejtë për drejtë, për dy arsye. Arsyeja e parë është ajo që përmenda se nuk mundemi dot t'i themi xhavarixh thjesht se kanë cilësitë të tyre, kur ndërkohë ata përpiqen, nuk po dalin kundër shtetit, por çfarë? Po mundohen të formojnë një lloj shteti që faktikisht nuk ekziston, edhe pse me gabime, dhe unë do t'i përmend gabimet e tyre. Nuk është kjo çështje. Dhe e dyta, nëse do t'i quhesh xhavarixh, i bie pastaj që kushdo pjesëtar i atij lloj grupacioni që vdes në luftë atje nuk është dëshmor. Atëherë në çështjen e dëshmorit ne nuk futemi. Në çështjen e shahidit ne nuk futemi, se e dim shumë mirë që edhe brenda këtij grupacioni nuk nëse besoj të jenë gjithë tekfir, domethënë duke i bë tagut apo murted dhe munafikin gjithë njerëz të tjerë. Ai ndoshta është nisur nga cili do vend i botës qoftë nga Shqipëria apo nga vendet e tjera, është nisur fillimisht me luftuar regjimin diktatorial të kujt? Të Bashar Esadit, pavarësisht se ka përfunduar në durr të këtij lloj grupacioni. Atëherë, nëse ky vdes atje, nuk do t'i thosh dot shahid, kjo është edhe problemi. Çështjen e shahidit e ka në dorë Allahu xhalla xhelalu. Çdo njeri i cili vdes në mbrojtje të muslimanëve të thjesht, të muslimanëve të masakruar dhe në mbrojtje të fesë Allahu xhalla xhelalu, ne shpresojmë që ai të jetë shahid, të jetë dëshmor të Allahu subhanahu wa taala. Por problemi, domethënë i kësajt, pra nuk quhen xhavarixh apo jo, është një çështje tjetër. Gabimet e tyre, në radhë të parë, gabimet e dowles, me fjalë Shteti Islam dhe Irakut, nuk zbatohen rregullat e xhihadit. Kur kapet një person rob, çfarë bëhet me robit, si trajtohen robi? Nuk janë zbatuar fare. Nuk pranojnë gjykim dhe konsultim me tjerët. Dy gjëra janë. Vetë dolën kundër prisit, kundër Emen dhe Wahiriut, dhe kërkojnë pasaj që t'i binden këtyre. Kanë dalur kundër prisit e vetë, si në emërtimin e grupacionit të vetë, që s'kishim se ta emërtonin kështu, dhe ka folë qartë me fjalë dhe i ka qortu prisi i vetë i dikurshëm, se tani nuk e kanë më pris, dhe mënyra e trajtimit të gjendjes së Sirisë nga ana politike janë komplet ndryshe me fjalë nga fraksionet e tjera. Lind pyetja tjetër, problemi tjetër, cilin dietar kanë ata referencë nga dietarët e mëdhenj të Ehli Sunetit? Nëse themi që Ibn Abbasi nga pikat e debatit që ka pasur me xhavarixhët, kur e çoi Aliu radhiyallahu anhu, shko dhe debato me xhavarixhët, pika e parë ose ndër pikat e parë ka thënë, a ka në mesin tuaj dikë prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam? Kishte në të vërtetë? Vallahi nuk kishte. Të njëjtën pyetje e bëjmë neve këtu. Jo se ato janë xhavarixh, por gabimet me të njëjtën metodë. Cili prej dietarëve të mëdhenj të Ehli Sunetit gjenden në mesin tuaj? Nuk ju vlen sinqeriteti. Nëse nuk keni dije për sinqeritetin, ju shpërblen Allahu xhalla xhelalu, por dhe mund të ndëshkoj për gabimet që bën për shkak se je i padijshëm.
Ashtu sikur Khawarijët nuk ishin njërin prej sahabët pejgamberit alayhi salatu selam, le të dalin këta dhe të thonë, cili është njeriu ose më mirë, ai person i dishëm, i madh, dietar i madh për ehli sunetit, ku ata referohen. Qoftë brenda burgut, dietar i madh, bëhet fjalë nga dietar të mëdhenj. Jeshul Hur, ushtrinë e çlirimtare të Sirisë, më fjalë që është përbërë kryesisht nga populli sirian, ata e quajnë me një fjalë e luftojnë dhe konsiderojnë me një fjalë Jesh Tagut. Këtu ka një problem tjetër tash. Është quajtur Jesh Tagut nga ushtria çlirimtare e Sirisë, i përbërë nga populli sirian, është quajtur Jesh Tagut. Pse? Se gjoja po lufton për demokraci dhe jo për fenë islame. Në rregull. A lejohet të bësh pajtim me Tagutin? A lejohet të bësh marrëveshje me Tagutin? Ndërkohë që lajmet na kanë dalë që Ebu Bekër Bagdadi thot ja po e shtri dorën time me ju mi fel për islah, për rregullim. A lejohet mi fel për nëse ti e ke akuzu apo ato që kanë qenë poshtë i ke akuzu Jeshul Hur mi fel për Jesh Tagut, atëherë çfarë ndodh? Dy gjëra janë. Ose ti je kontradiktor me vetveten tënde, çka tregon se po bën gabime që nuk ke pse i thirr të tjerët në këtë lloj grupacioni kur ti nuk po merresh vesh se çfarë duke vepruar në të vërtetë, ke kontradikta të thella mi fel me vetveten tënde. Ose këtë lloj grupacioni tjetër, Jeshul Hur, që janë shumica e muslimanëve atje në Siri, domethënë, çfarë ke bërë marrëveshje me ta për ta lënë luftën me njëri tjetrin dhe për të gjithë për të sulmuar me fjalë Bashar Esadin, regjimin e Sirisë. Çfarë ndodh këtu tash? Nëse ti ke bërë marrëveshje me të, do të thotë që ke njoftur autoritetin e tyre. Dhe që të njohësh autoritetin e tyre, do të thotë që ti nuk je gjë tjetër vetëm se një fraksion nga fraksionet e ndryshme që luftojnë atje. Atëherë nuk e pse e quajnë veten Emirul Mu'minin, prisë besimtarve. Atëherë nuk e pse e quajnë vetëm me fjalë daula, shtet islam. Ndërkohë që ti vetë po pohon dhe me veprimet tuaja që nuk je gjë tjetër vetëm se një fraksion nga fraksionet e tjera. Atëherë edhe kur fton të tjerë të vinë të ndihmojnë ty, shko më mirë ftoj si një grupacion luftarak se sa si shtet islam. Pse? Se je gabim në emërtim, je gabim dhe në mënyrën se si po operon atje. Po ashtu Ebu Bekër Bagdadi çfarë thot? Faktikisht ne nuk donim të luftonim kundër atyne, por na kanë luftuar në befasi, na kanë rënë mas shpinë kështu me radh, fund fare thot wa khudna al-harba wa nahnu mukrahun. Edhe u futëm në luftë të mukrahun, do thot me një fjalë të shtyr. Nuk ishte domethënë me dëshirën tonë. Çfarë thot Imam Ibn, të jesh i detyruar me bën një luftë është dy llojesh. Me të marrë me dhunë fut aty edhe lufto, ose rrethanat vinë në formë të tillë që ti detyrohesh me luftu. Këto dyja janë el mukrah. Shumë bukur. Imam Ibn Taymija çfarë thot? Idha kana al mukrahu ala al qitali fi al fitnati laysa an yuqatila bal ifsadu silahi wa an yasbira hatta yuqtala madhluma. Në çështjen e fitnes, kur bëhet fjalë muslimanët me njëri tjetrin, ti je i detyruar me luftu, çfarë duhet bësh? Nuk duhet pranosh me luftu, por duhet ta prishësh armën tënde kur bëhet fjalë me i fen me luftu muslimanët e tjerë, edhe të presësh që më mirë të vritesh me padrejti se sa më fet luftosh një tjetër. Kush e ka thënë këtë? Imam Ibn Taymija, që kanë mbush Facebookun dhe internetin me fjalët e tij. Unë ku e ke Imam Ibn Taymija, zoti më shëroft, se çfarë thot më fel për el mukrah në rastin tonë, në të dy rastet që unë përmenda. Po ashtu, për sa i përket gabimeve të tjera me fjalë që janë bërë gabimet me fjalë nga më të ndryshmet. Kur bëhet ftesë për xhihad nga Abu Bekr Bagdadi ose grupi i tij, vetë Bagdadi ku është? Këtej bëhet farz ain, po vetë ai ku është? Ose është në Siri ose është jashtë Sirie. Nëse është jashtë Sirie, e ka detyrë me shku atje. Nëse thuj nuk është e nevojshme se ka të tjerë kush lufton për mua, atëherë s'e ka nevojshme as për shqiptarët. A nëse thuash brenda Sirisë dhe rri fshehur në mënyrë që të jetë i sigurt mos ta kapin, shumë bukur. Ai po lu një politik që me që është prisi tri fshehur që mos ta kapin. Me një prisi besimtarve nuk duhet tri fshehur. Ai që kërkon besën e muslimanëve nuk duhet tri fshehur. Ai që i thot vetes Emirul Mu'minin, prisi besimtarve siç ka qenë Omeri dhe nuk duhet tri fshehur. Atëherë ka kontradikta në parimet e këtij lloj grupacioni. Thirrja po ashtu po bëhet për shtet islam, që të formohet një shtet islam, pa mbaruar punë akoma me tagutin e vërtet, regjimin e Bashar Esadit.
Ai dhe regjimi i tij, ai është taguti i vërtet që duhen luftu, dhe jo me fjalë muslimanët me njëri tjetrin. Unë s'po flas që fraksionet tjera nuk kanë gabime. Wallahi kanë gabime sa dush. Por po flasim për thirrjen që u bë shqiptarëve nga ky lloj grupacioni, se pasha Allahun kemi parë gabime nga të lloj-llojshme, nga shumë grupacione që janë atje. Thirrja përbëhet për të formuar një shtet islam dhe e lidhin çështjen me tokat e Shamit, e lidhin çështjen me Mehdiun dhe e lidhin çështjen, çfarë? Dhe e lidhin çështjen me Khilafe Rashide. Khilafe Rashide çfarë thotë? Mi flet me khilafetin e vërtet, khilafetin e drejt, ala minhajin nubuwa, sipas metodologjisë dhe sipas rrugës pejgamberike, sipas rrugës profetike, bënosh prit pak. Sipas rrugës profetike. Po a e dini mirë se Khilafe Rashide ala minhajin nubuwa do ta bëj vetëm Mehdiu? Atëherë unë të luftoj, o filan, do të mbrosh mu se s'bën që ta formojmë një shtet islam, për ndryshe je kundërshtari im ose edhe munafik fare dhe nuk e don që të ngritet lart fjala Allahut xhelle xhelalu. Çfarë janë këto gjëra? Shikojini me vëmendje, edhe sikur të vinë me ato hadithet, yaqtatilu inda kanzikum hadha thalathatun kulluhum ibn khalifatin, hadithet e Ibn Majhës dhe të tjera, që vinë gjoja si argumente që khilafeti do të ngrihet para Mehdiut, to janë gjithë argumente të dështuara. Janë të gjitha argumente të dështuara. Ala minhajin nubuwa ka në dorë vetëm Mehdiun, të cilin yuslihuhu Allahu azza wa jalla fi lejletin, do ta rregulloj Allahu xhelle xhelalu vet gjendjen e tij brenda një nate, masi të rregullohet gjendja e Mehdiut, do rregullohet dhe gjendja pasaj e muslimanëve të tjerë. Kur do të vi Mehdiu? Në cilën kohë? Kur muslimanët do të kenë fitne, do të kenë ala dhulmin wa jur, do të jenë me fjalë në zullumet, padrejtësitë dhe mizurit e ndryshme. Atëherë lodhu kot Khilafe Rashide nuk e para se të vi Mehdiu. A nëse bëhet fjalë thjesht për të ndihmuar një popull të masakruar, një popull të varfër, një popull me fjalë i cili meriton të ndihmohet kundër një regjimi diktatoral atje, kjo është çështje tjetër. A të ftosh njerëzit në grupacione të ndryshme, ti ftosh njerëzit në vllavrasje, ti ftosh njerëzit se gjoja je duke ngritur shtetin islam, e lloj gjërash të tilla, atëherë dije se këto janë gabime të rënda, andaj dhe nuk kanë pse shqiptarët ti përgjigjen këtyre thirrjeve që vijnë pikërisht nga kjo. Atëherë shkurtimisht, nëse muslimanët nuk shkojnë mirë dhe kanë ideologji të ndryshme dhe përçarje të ndryshme ideologjish me njëri tjetrin, a themi se ne sot folëm në këtë lloj ligjërate në mënyrë që të hendeku i përçarjes të thellohet akoma më shumë? Jo, wallahi, nuk po flitet për këtë. Thjesht është përshkrimi një realiteti që përkon fare mirë me fitnet që na ka tregu pejgamberi alayhi salatu selam në hadithet e tij profetike, ku dhe thot fa'tazil tilka al-firaqa kullaha, dhe largohu dhe braktisi të gjitha ato lloj grupacionesh, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, walau an ta'adda bi asli shajaratin, edhe sikur ti të kafshosh me dhëmballat tuaja, thot rrënjën e një peme, hatta yudrika al-maut wa anta ala dhalik, edhe sikur të vi vdekja në atë lloj forme, ose qëndro ashtu në atë lloj forme derisa ty të vi vdekja, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Në të njëjtën kohë i bëj thirrje të gjithë hoxhallarëve, të cilëve patjetër që du shkoj mesazhi mi fjalë nëpërmjet kësaj ligjërate. Mos thelloni hendekun e përçarjes mes muslimanëve. Kush ka nevojë për debat, kush ka nevojë për diskutime, bismillah, dera është e hapur për të gjitha çfarë tham. Kush nuk është dakord, le të mlidhen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 hoxhallar të gjithë në një vend, edhe nëse vinë me sinqeritet dhe kanë detyrë, dhe unë e bëj detyrë mi fel për veten time dhe për ata, e kanë detyrë të mblidhen të gjithë në një vend, sado qofshin ata, të mblidhen me njëtin e pastër që të pajtohen me muslimanët me njëri tjetrin. Innamal mu'minuna ikhwa, vërtet muslimanët janë vëllezër me njëri tjetrin. Fa aslihu baina akhawaykum, dhe ju rregulloni dhe pajtoni ndërmjet vëllezërve tuaj. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dhe keni frikë Allahun xhelle xhelalu, nëse vërtet doni të mëshironi, thot Allahu subhanahu wa taala, pa krini frikë Allahun xhelle xhelalu, se sa të flitet nëpër YouTube apo nëpër Facebook, e lloj vendesh të ndryshme, apo duke marrë mbledhje, apo ligjërata, apo mësime, ndoshta edhe rekrutime, andej këtej se gjoja do shkohet dhe do ndërtohet shteti islam, atëherë bujrum në debat, bujrum në diskutim, le të gjitha këto që përmenda në këtë ligjërat të dytë, le të diskutohen. Jam
plotësisht dakord që nuk bim dakord 100%, por të bim paktën dakord në parimet e fesë, të dim se kush je ti, kush jam unë, kush është ai, kush është i pesti, i gjashti, e kështu me radhë. Dhe nëse i bëjnë bisht kësaj lloj ftese, atëherë me fjalë pas kanë dëshirë të fusin njerëzit në fitnë. Pas kanë dëshirë të fusin njerëzit në çrregullime. Pas kanë dëshirë dhe dhe vendosmëri të brendshme në zemrën e tyre t'i çojnë njerëzit në amulli. Po s'po bëhet fjalë amulli në një jetë sociale të përgjithshme. Amullia fetare të çon në xhehenem. Amullia fetare, siç thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, el qatilu wal maqtulu fi nar, vrasësi dhe i vrari që të dy janë në zjarr, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Nëse konflikti atje po zjerohet akoma më shumë në mesin e muslimanëve, atëherë edhe konflikti këtu thjesht me akuzat dhe përçarjet e ndryshme është duke u zjeruar akoma më shumë. Andaj, nëse jeni të sinqert dhe pretendoni në të njëjtën kohë dije dhe urtësi nga Allahu xhelle xhelalu, bismillah në një tryezë të përbashkët, dhe së paku të fillojmë me pikat që jemi dakord me njëri tjetrin. Pikat e përçarjes pasaj le ti diskutojmë me argumente, nuk mjafton një javë, 2 javë, 1 muaj, 2 muaj, mjafton që të kenë frikë Allahun xhelle xhelalu, mos ta shtynë më xhamatin dhe ti ta quajnë njëri tjetrin munafikin, ta quajnë njëri tjetrin kufar, pra qafira. Ta quajnë një ose pala tjetër, unë kam të gjithë, nuk e kam vetëm me këta që lavdrojnë me fjalë dol Irak dhe Sham. Edhe këta tjerë që i thonë këtyre Khawarij, apo i thonë Bugat, apo i thonë Ehlul Baghi e kështu me radhë, atëherë edhe këta me fjalë të ulen të gjithë në një tavolinë dhe ti diskutojnë këto gjëra. Ky popull kaq i vogël, me këtë lloj xhamati kaq të brisht, nuk ka nevojë të marr gjithë sikletet e ymetit, domethënë, edhe të zgjidhen pikërisht në mes nesh, kur janë me fjalë sa vet falen gjithsej, edhe sa vet e vënë kokën sejdë në këto vende tona ku flitet shqip. Elusim Allahun xhelle xhelalu të na jap durim, urtësi, të na jap dijen të dobishme dhe fjalën e fundit jetë la ilaha illa Allah, duke vdekur me këtë fjalë larg nga fitnet dhe shregullimet fetare. Walhamdulillahi rabbil alamin.